Përshëndetje, mirë se erdhët. Përshëndetje, mirë se erdhët përsëri. Shenja e peshores. Për shenjën e peshores, ky eklips është disi problematik, një lloj siç edhe tek shenja e dashjes, sepse prek në mënyrë të dukshme shëndetin. Në mënyrë të dukshme, problemi tek shenja e peshores është se përtej se prek shëndetin fizik, prek në mënyrë të dukshme dhe shëndetin shpirtëror dhe kjo ndodh në të vërtetë sepse zhgënjejmë shumë nga të gjithë personat që kemi rreth e rrotullt, sidomos personat që kemi pasur besim. Më tepër kanë të bëjnë personat që na kanë premtuar diçka në lidhje me punën ose në lidhje me suksesin tonë në përgjithësi. Këta janë personat të cilët do të na zhgënjejnë dhe si rrjedhë për shenjën e peshores mund të thotë një moral vërtet shumë të ulët. Çfarë duhet të bëjmë në këtë rast? Për fat të mirë kemi rrugdalje. Rrugdalja është që të kemi besim njerë tek vlera jonë dhe tek puna që kemi bërë deri në këto momente, sepse ajo është mbështetja më e madhe që mund të marrim dhe kemi një ndihmë vërtet shumë të madhe edhe nga rutina ose nga personat që kemi punojmë së bashku, nga kolegët tanë. Çfarë do thotë nga rutina? Në qoftë se ne jemi shumë më të kujdesshëm në mënyrë se si trajtojmë trupin ton, jemi shumë më të rregullt me sportin, me ushqimin e të tjerë, pra me rutinën tonë të përditshme, atëherë e kemi shumë më të thjeshtë të kontrollojmë edhe situatën. Madje edhe në qoftë se kuptojmë që një person ka qenë armik dhe në këto momente e nxjerr fytyrën e tij të vërtet, pra, ose fytyrën e saj të vërtet, duke qenë se ne jemi më tepër në kontroll të jetës tonë, e kemi shumë më të thjeshtë që të gjejmë zgjidhje. Në këtë rast, këshilla ime do të ishte që vërtet të marrim mendimin e personave të cilët kanë arritur një farë suksesi në punën e tyre. Çfarë do lloj pune që të jetë kjo? Nëse është biznesi i tyre ose është një person i cili është profesionist, pra, në çfarë do lloj profesioni që është, do të këshilloj që të mbështetemi tek mendimi dhe tek arsyetimi i tyre, sepse në këto momente kemi nevojë për një person i cili është i paanshëm dhe që ka arritur një farë suksesi në mënyrë që na bëhet pak a shumë udhërfyes. Me shembull, kjo është një ndikim vërtet shumë i rëndësishëm për shenjën e peshores. Është në mënyrë shumë efikase që të mos humbisni dhe kohë dhe mbi të gjitha edhe ta gjeni shumë thjesht zgjidhjen, po e them në këtë mënyrë. E njëjta gjë është e vlefshme edhe mund të merrni mendim nga kolegët tuaj, sepse siç e thash, kjo është një pikë ku vërtet është shumë pozitive në këto momente. Në qoftë se ndjeni të nevojshme, ka një kohë të gjatë që po e them këtë si gjë, por nëse ndjeni të nevojshme që të ndryshoni diçka në jetën tuaj, në pamjen tuaj fizike, do t'ju këshilloja me ngulm, madje një ndër këshillat e mia për shenjën e peshores do të jetë edhe që të hiqni gjitha gjërat të cilat janë të tepërta. Veshje të tepërta, gjëra orendin në shtëpi të cilat janë një ngarkesë e tepër, do t'i këshilloj që vërtet t'i hiqni. Në lidhje me shëndetin fizik, edhe për ju një lloj siç ishte tek shenja e gëforës, mund të keni më tepër të prekur, nga infeksione që prekin rrugët seksuale, pra, organet seksuale, prandaj do t'i këshilloj që në këto tema t'jeni më të vëmendshëm nëse keni probleme. Aktualisht të shkoni patjetër te doktori përpara eklipsit të hënës. Shenja e akrepit është indikuar, por në përgjithësi është pozitive. Ky eklips do të jetë i vendosur tek yjesia e luanit, në të vërtetë. Dhe kjo për shenjën e akrepit në mënyrë të anasjellët mund të thotë edhe një rritje e pak a shumë e egos. Kjo është pika e vetme që duhet ta mbajnë në kontroll. Këtë mund ta shprehë më tepër kundrejt miqve të tij ose personave që në këto momente po mundohet të krijojë një farë miqësie ose në rrjetin e tij social. Kjo është për të testuar më tepër ujërat. Për shenjën e akrepit është pak a shumë instinktive, por këshilla ime do të ishte që të frenoj veten e tij si bëri këtë. Arsyeja që e them këtë është se në qoftë se bën testime të tilla, mund të lodhi shumë të gjitha kontaktet, të gjitha marrëdhëniet që ka në këto momente dhe ato në të vërtet i duhen në mënyrë të dukshme në këto momente për të krijuar jetën që dëshiron. Ka pasur një periudhë shumë të gjatë shenja e akrepit që ka hequr nga jeta e tij, është detyruar më të them të heqë nga jeta e tij pothuajse gjithçka, sepse duhej të resetonte pra jetën.
Kjo është edhe arsye që në këto momente jemi në fazën që duhet të ndërtojmë diçka të re. Normal që personat që kanë jetën, domethënë të sigurt e të tjerë do ta përjetojnë shumë më thjesht, por personat që po mundojnë të ndërtojnë vërtet diçka të re, ta kenë shumë më të vështirë nëse testojnë dhe personat që kanë aktualisht në jetën e tyre. Për këtë arsye, këshillimi do të ishte që të fokusohemi më tepër tek perceptimi se çfarë mund të bëjmë ne vetë si individ. Kjo na ndihmon vërtet shumë që gjatë kësaj periudhe të krijojmë strategji të reja për të ndërtuar jetën tonë, duke marrë edhe ndihmën edhe të personave që kemi. Sidomos ka shoqëria mund të marrë një ndihmë vërtet shumë të madhe sepse do të kemi pak a shumë spastrimin vetvetiu të gjitha mbeturinave që kemi këtu. Këtu do të thotë që edhe nëse kemi pasur keq kuptime, edhe nëse kemi pasur, le të themi, persona të cilët nuk kemi qenë shumë të sigurt, do të krijojmë vetvetiu situata të cilat do të na bëjnë që të kuptojmë nëse janë apo janë persona që duhet të jenë në jetën tonë, pra nuk është e nevojshme që të harxojmë energji ekstra për të bërë këtë, për të sfiduar pra. Ndërkohë që pas retrogradës së Mërkurit, të gjitha mësimet ose të gjitha strategjitë që po krijojmë në këto momente do të mund t'i përdorim pastaj për të filluar që të ndërtojmë jetën tonë. Do të jemi shumë praktik në ato momente, sepse dhe diell do të kaluar tek shenja e dashit. Për këtë arsye do të kemi një zjarr shumë më të lartë, një pasion shumë më të madh kundrejt jetës, do të jemi shumë më të aftë që të ndërtojmë diçka në ato momente. Ndërkohë që tani do të këshilloj që të jemi më tepër në pozicion mbrojtues dhe të fillojmë që të krijojmë strategji, pra kemi dhe aftësinë, kemi një intuit vërtet shumë të lartë, një imagjinat vërtet shumë të lartë, dhe kjo imagjinat vërtet shumë të lartë na ndihmon vërtet që ne të mund të perceptojmë se si mund të ecë, si mund të jetë rrjeta e ngjarjeve. Dhe fal kësaj të kemi edhe një produktivitet vërtet shumë të lartë. Pika ku ka një ndikim vërtet shumë të madh në këto momente shenja e akrepit është partneriteti, marrëdhënie sentimentale. Kemi një ndihmë vërtet shumë të madhe nga sistemi pikërisht në këtë pikpamje. Duke qenë se edhe Venusi do të jetë në kënd pozitiv pikërisht me Uranin që është e vendosur përballë me ta, por pikërisht tek shtëpia e partneriteteve, kemi një zbukurim të dukshëm të këtyre marrëdhënieve. Pra, fillimin e një periudhe ku kemi fat vërtet shumë të madh. Ky fat vjen vërtet në të gjitha aspektet. Kemi një krimin e një begatie vërtet shumë të madhe. Kjo është edhe arsye që thash që mos u mbasim kohë me gjëra që janë të panevojshme, që mund do të zgjidhen vetvetiu. Sepse kemi aftësinë që të zbukurojmë vërtet jetën tonë në këto momente, për të gjithë njerëzit të cilët nuk kanë njëri në jetën e tyre, që janë në faza që po krijojnë një lidhje të re, do të këshilloj që të fokusojmë vërtet këtu, sepse kemi vërtet fat për sa i përket çështjeve sentimentale dhe madje mund të krijojmë lidhje vërtet shumë të shëndetshme, të cilat na mbështetin në çdo aspekt të jetës. Ndërkohë që personat të cilët nuk kanë një njeri në jetën e tyre, do të këshilloj që të fokusojmë më tepër për ta shijuar jetën më tepër. Në këto momente të gjithë njerëzit që kemi mund të bënë në një farë mënyrë drejt një bote të re, drejt një universi të ri që na ndihmon vërtet shumë për ta shijuar jetën, sepse shenja e akrepit vërtet që ka nevojë për moral në këto momente, sepse ka kaluar një periudhë shumë të vështirë. Shenja e shëgjetarit, për shenja e shëgjetarit kemi ndikime të fuqishme në përgjithësi janë pozitive. Problemi që mund të kemi në këto momente është pak a shumë një luftë e panevojshme egosh me partnerët, sidomos me lidhjet afatgjata. Kjo do të thotë që vërtet duhet jemi empatik. Është vetëm kush që kemi, por shenja shëgjetare nuk është shumë e vështirë kjo sepse janë empatik si persona. Mund të jemi pak më tepër aventurierë se çfarë duhet në këto momente, sepse jemi futur në fazën që duam vërtet që të përjetojmë jetën në maksimum. Kemi një energji vërtet shumë të lartë, pra kjo është diçka që në të vërtetë këshilloj që ta bëjmë pak më tepër moderitet. Ky energji shumë e lartë që ndihet është pak artificiale në këto momente dhe mund të na pengojë që të bëjmë edhe detyrat tona, ato çfarë duhet të bëjmë pra. Prandaj si fillim do t'i këshilloja që edhe deri tek eklipsi, po edhe pas eklipsit të përzgjedhim mirë gjërat që janë të domosdoshme, t'i bëjmë ato pas e kohën që na ngelet ta shfrytëzojmë si të duam ne. Ndërkohë që ky eklips çfarë do të mbarojë? Do të mbaroj të gjitha problemet që kemi pasur në lidhje me karrierën, sidomos nëse na kanë penguar për të avancuar. Pra, nëse na kanë vënë pengesa ose dikush ka folur mbrapa krave për ne, sidomos nga kolegët tanë ose persona të cilat kemi bashkëpunuar në të shkuarën, por e kemi mbaruar këtë bashkëpunim në një mënyrë ose në një tjetër. E njëjta gjë është e vlefshme edhe familjare, të cilat kemi një farë tematike ndarje pronash. Edhe këta mund nëse janë tematika të tilla, më ke qenë persona të tilla që kanë thënë diçka kundrejt nesh dhe ne kanë penguar zhvillimin
tonë në karrierë, ose arritjen e suksesit që ne meritojmë, ky eklips i hënës i nxjerr në skenë dhe na tregon edhe neve se cila është rruga që duhet të ndjekim. Prandaj dhe ky eklips hëna në të vërtetë për shenjën e shigjetare është shumë pozitiv. Kemi mundësi vërtet shumë të madhe për të krijuar një begati shumë të madhe. Vërtet kolosale. Kemi një efikasitet vërtet shumë të madh në jetën e përditshme, në punën tonë. Shkëlqejmë, domethënë nërmjet të gjithë kolegëve fillojmë dhe shkëlqejmë. Kemi aftësinë që gjithçka që është rënuar në një farë mënyre ta rindërtojmë, sepse heqim nga jeta jonë gjithçka që është problematike, toksike e të tjerë e të tjerë. Kjo është sidomos në lidhje me krijimin e stabilitetit si ekonomik, po ashtu dhe stabilitetit për të arritur sukses në jetë. Janë dy tematika të cilat detyrimisht janë të lidhura me njëra tjetrën, prandaj edhe për shenjën shigjetare janë të dyja shumë të ndikuara. Kjo mund të thotë edhe fillimin e mendimit që nëse duhet apo s'duhet të ndryshoj diçka në lidhje me karrierën ose me banesën. Në këtë arsye edhe për ju mund të thotë edhe një fillim në një periudhe ku mund të mendoni të zhvendoseni pak a shumë ose të ndryshoni punë. Është një ndikim pozitiv, por detyrimisht që retrogradës së Mërkurit nuk do të këshilloj ta merrni që se periudha veç mund të vrojtoni, sepse do të keni edhe rikthimin e mundësive për të bërë këto si gjëra. Është një ndikim pozitiv për këtë arsye. Mjafton që të jemi pak më të moderuar pra në përdorimin e energjisë në këto momente. Në lidhje me shëndetin në përgjithësi, për shenjën e shigjetare kemi ndikime pozitive. Ndikimi i vetëm, i cili mund të bëhet pak problematik, siç e thash, në lidhje me partneritetet, ose një lloj siç ishte pak a shumë dhe tek shenja e gafores, edhe tek shenja e peshores, mund të kemi infeksione të cilat prekin në përgjithësi rrugët seksuale, por për shenjën e shigjetarit është shumë më e vogël si mundësi. Shenja e bricjapit. Për shenjën e bricjapit, ky eklips është shumë i rëndësishëm. Ka një ndikim vërtet shumë të fuqishëm dhe i cili do të ndryshoj komplet jetën tuaj. Mund të ndryshoj komplet mënyrën se si e perceptoni jetën, botën, veten, madje në disa raste edhe besimin, fen, pra gjithçka. Kjo sepse ky eklips i hënës do t'ju sjellë një perceptim të ri, do t'ju japë disa elemente të reja, pra do të ndryshoj komplet mënyrën se si funksionon trupi juaj ose sistemi juaj, mendja juaj, për t'ju dhënë një perspektivë të re në lidhje me jetën, në përgjithësi është një ndikim shumë i madh pozitiv. Duke qenë se kemi mbështetje shumë të madhe nga Jupiteri, kjo domethënë që vërtet çdo person që është në jetën tuaj në këtë moment ju ndihmon. Me dashje apo pa dashje, madje edhe armiqt që e dini që i keni armiq domethënë mund të ndihmojnë në këto momente. Ishte një ndikim vërtet shumë më pozitiv për këtë arsye, për shenjën e bricjapit. Kemi mbarimin e një periudhe, fillimin e mbarimit të themi të fanatizmave që janë mbanë mbrapa. Kjo është arsye që po ndryshon komplet perceptimi që keni për botën, sepse zgjeron horizontin tuaj. Duke qenë se zgjerohet horizonti, detyrimisht mund të përmbajmë edhe shumë më tepër, pra një univers të tërë. Dhe kemi edhe aftësinë që ta edukojmë veten tonë. Ky eklips i hënës për shenjën e bricjapit është një ndër ndikimet më të fuqishme dhe më pozitive, sidomos për sa i përket problemeve që kemi pasur në lidhje me dokumentat për të dalë jashtë shtetit, ose në lidhje me edukimin, nëse kemi qenë të pasigurt ose nuk na ka dalë përgjigje për një edukim ose për një trajnim të caktuar. Ky eklips i hënës do të thotë tashmë mbarimin e kësaj periudhe, futjen në një fazë të re e cila na gjen rrugësirje. Është pozitive në përgjithësi ndikimi. Pika ku mund të kemi një farë sfide, po e them në këtë mënyrë, është këtu vjen tek marrëdhëniet që kemi në lidhje me bashkëpunimet ose në ndarjen e pronave të përbashkëta, sepse duhet të gjejmë një rrugë më të shëndetshme të përbashkëta, mund të gjejmë një rrugë të shëndetshme të përbashkët. Kjo mund të bëhet pa problematike, sepse mund të kemi dalë në skenë të disa tematikave që janë disi toksike. Sidomos në qoftë se këto janë ndarje të pronave në fisë, pra, detyrimisht bëhet më problematike, por në qoftë se është prona që janë nga divorci për shembull, është komplet e kundërta, shumë herë më thjesht për të kaluar, mjafton që të mos bien pre disi në një farë mënyrë e egos edhe këtu tek shenja e bricjapit. Është shumë më e vogël se ndikim, por gjithsesi e kemi edhe atë. Ndërkohë që për sa i përket familjes dhe krijimit të stabilitetit ekonomik, kjo do të jetë tashmë në
zmadhime sipër, pra krijimi I këtij stabiliteti do të jetë vazhdimisht, do të punojmë për këtë. Është në përgjithësi për shenjën e bricjapet është ndikim pozitiv, por duhet ta ndihmojmë edhe në sistemin, mënyrë se si duhet ta ndihmojmë sistemin është duke qenë se po na zgjerohet pra horizonti në këtë moment, ta lejmë që të zgjerohet, sepse nëse fokusohemi, nëse vazhdojmë në kushtëzimet tona, jeta do të na bëhet shumë më e vështirë. Pra, mundësia është e vogël që të ndodhë kjo sepse sistemi do t'ju detyrojë në një farë mënyrë, por gjithsesi dhe ju nëse ndihmoni, do t'ja thjeshtësoni jetën vetes tuaj. Shenja e ujorit. Shenja e ujorit vazhdon që të jetë në ndikimin e eklipsit të diellit. Ishte një eklips shumë I fuqishëm dhe detyrohesh të vazhdojmë që ta ndijim, siç e thash për 2 vite e gjysmë pothuajse në vazhdim. Por ky eklips I hënës për ju do të thënë fillimin e mbarimit të problemeve që kanë të bëjnë me situatat karmike, ose në lidhje me ndarjen e pronave, ose në lidhje me probleme që kemi pasur për të njohur veten tonë. Të gjitha këto janë pak a shumë në shqyrtime sipër në këtë moment, edhe fal kësaj, duke qenë se do të jetë mbarimi I këtyre problemeve, do të kemi fillimin e një periudhe shumë më të begat në të vërtetë për ju. Për sa I përket tematikave karmike, të gjithë personat të cilët e kanë treguar veten e tyre që kanë qenë armiq në të vërtetë, ose kanë qenë persona të cilët kanë qenë të pashëndetshëm për të qëndruar në jetën tuaj, tashmë I dini, keni perceptuar domethënë pak a shumë, dhe fillon periudha e divorcit nga këta. Tu nuk bëhet fjalë thjesht për ndarjen e martesave, bëhet fjalë vërtet për divorcet nga situata, nga persona të cilët janë të pashëndetshëm për të qëndruar në jetën tuaj. E njëjta gjë është e vlefshme edhe në lidhje me të ardhurat materiale, duke qenë se futeni në fazën ku jeni vazhdimisht në zhvillim e sipër ose në rritje sipër për sa I përket të ardhurave materiale tashmë. Vetëvlerësimi është rritur në mënyrë të dukshme, keni një farë magnetizmi I cili tërheq vazhdimisht në jetën tuaj shumë të mira materiale. Pika ku mund të bëhet disi më problematike, disi, nuk po them që duhet jetë patjetër, por mund të bëhet, në qoftë se fiksohemi tek lidhjet e të shkuarës, sidomos tek personat që nuk kanë qenë shumë të shëndetshëm, por I kemi pasur në jetën tonë për një periudhë të gjatë. Këta mund të jenë personat e vetëm, të cilët në qoftë se rikthehen jetën tonë, mund të na sillin përsëri të njëjtat probleme, dhe duke qenë se që thash kemi hapjen e cikleve karmike për t'i mbyllur detyrimisht, kjo mund të thotë që mund të bëhet një proces më I zgjatur se çfarë nevojitet, ndërkohë që në lidhje me ndarjen e pronave, ndryshe çfarë është tek shenja e vricjave, për ju kemi një farë drejtësie minore, kemi një ndikim vërtet shumë të madh pozitiv. Kemi një ndihmë shumë të madhe edhe nga kolegët dhe nga profesionistët, siç mund të thotë nga avokatët apo noterët e të tjerë, kush merret me këto temash, pra, ata mund të ndihmojnë vërtet shumë se mund ta kthejnë problemin në diçka shumë më praktike, mund ta zgjidhin pra në mënyrë shumë më praktike, ndërkohë që kemi një ndryshim vërtet shumë të madh në jetën e përditshme, ky është një ndryshim vërtet shumë i madh pozitiv. Më duhet analizoj, I cili ju ndihmon edhe për të rregulluar të gjitha problemet që mund të keni deri tek eklipsi hënës, me familjarët tuaj ose brenda shtëpisë. Duke qenë se eklipsi I diellit ndikonte tek këto tematika, eklipsi hënës këto si tematika do t'i mbylli një herë mirë dhe do të kemi shërimin e këtyre plagëve. Në lidhje me shëndetin fizik, edhe ju jeni të ndikuar. Arsyeja që jeni të ndikuar është se eklipsi I diellit ju lan në një energji disi të luhatur, kishit një super energji, super rritje në energji nga eklipsi dhe duke qenë se është shumë e luhatur, pra kemi ulje ngritje të vazhdueshme, këshillja ime do të ishte që të jeni shumë të kujdesshëm në mënyrë se si e përdorni trupin tuaj, pra të jeni të bëni sportin e duhur, të ushqeni ashtu siç duhet e të tjerë, pak më tepër që të gjitha infeksionet që ndodhen në këto momente mund t'ju prekin dhe si rrjedhoj, duke qenë se keni pak sistemin imunitar, mund ta keni pak më të ulët në këto momente, mund të prekeni disi më tepër se shenjat e tjera. Pika ku mund të prekeni pak a shumë është në të gjithë trupin, prandaj edhe nuk keni një gjë specifike. Shenja e peshqve. Për shenjën e peshqve, ky eklips hënë është shumë I fuqishëm, shumë I fuqishëm, sepse kemi 3 planete personal të vendosur tek ju, kemi diellin të vendosur tek ju, kemi edhe 2 vendosje të tjera shumë të rëndësishme të vendosur tek ju. Pra kemi një kolonizim të shenjës së peshqve gjatë këtij eklipsi të hënës. Kjo është edhe arsye që mund të ndjeni shumë të stimuluar nga gjithçka. Vërtet dhe kjo më dhe mund të lodh nga një anë. Arsyeja që mund të lodhen më tepër është se Marsi do të jetë I vendosur tek ju. Marsi është një planet malefik.
Dhe duke qenë se nuk ndihet mirë tek shenja juaj, mund të keni pak a shumë një dëshirë për të bërë diçka apo se çfarë don të bëni dhe ju nuk e dini. Fati i mirë është se kemi Venusin, për shembull, që është i vendosur tek shenja juaj, dhe mbi të gjitha njëjti Venus ka një kënd pozitiv me Uranin. Kjo do të thonë që komunikimi është shumë pozitiv në këto moment. Dhe keni një mbështetje vërtet shumë të madhe nga rrethi juaj i ngushtë, vëllezërit, motrat, miqtë tuaj të ngushtë. Dhe nga ana tjetër, hëna dhe dielli, por mbi të gjitha dielli që është i vendosur tek shenja juaj, do të ketë një kënd pozitiv me Jupiterin, i cili është i vendosur tek një udhëtik i cili na sjell një ndihmë vërtet shumë të madhe nga sistemi. Pak më tepër që ju jeni vetëm një shenjë që keni shumë të thjeshtë të bëni një farë tokëzimi, të jeni më realist. Pavarësisht gjithë atyre pengesave që përmendëm në fillim, pra, mjafton që t'jeni pak më në qendrën tuaj, të mos ndikoheni shumë nga ato çfarë i thonë të tjerë, sepse ky është një ndër ndikimet e vetme që mund ta keni problematike. Është e vetmja gjë vërtet, domethënë. Kemi aftësi vërtet shumë të madhe që ta kontrollojmë edhe veten tonë dhe trupin tonë dhe mendjen tonë. Mbi të gjitha ajo trysnia që ndjenim deri në këto momente, edhe nga Saturni sepse është i vendosur tek shenja juaj, edhe nga Marsi që do të krijohet deri tek eklipsi i hënës, sepse do të jetë vendosur tek shenja e ujorit dhe do të ketë një kënd negativ me Uranin. Gjatë këtij eklipsi të hënës nuk do të jetë më aty, do të jetë tek shenja juaj, të paktën problemin e dini se ku qëndron, pra dhe keni aftësi që të gjeni zgjidhje. Kjo është më e rëndësishme. Duhet ta mbani vetë trupin tuaj vërtet shumë në kontroll, një lloj si ishte për të gjitha shenjat e tjera, ju jeni shumë të vetëdijshëm se çfarë fusni në trupin tuaj, pra çfarë konsumoni. Kjo do të thonë që të gjitha ushqimet që filloni që përdorni që nga ky moment deri tek eklipsi i hënës janë shumë të rëndësishme. Këshilla ime do të ishte që ndryshe nga çfarë e them zakonisht, do të këshilloj që të merrni ushqime të cilat kanë një farë kalorie dhe kanë protein, pra që të përdorni produktet të cilat janë shtazore, sepse këto do ta ndihmojnë edhe më tepër tokëzimin që keni të nevojshme gjatë këtij eklipsi të hënës, ndërkohë që ajo çfarë do të mbaroj në jetën tuaj janë probleme që keni me partnerët, ose nëse keni qenë në një periudhë shumë të gjatë që nuk keni pasur lidhje në jetën tuaj, kjo është periudha që mbaron. Është një ndikim vërtet shumë i madh pozitiv, por nga ana tjetër mund të bëhet pak i lodhshëm sepse mund të thotë edhe komplet shndërimin e identitetit tuaj, gjë që nëse se keni për shembull një periudhë të gjatë që nuk keni në një lidhje, detyrimisht mund të jetë diçka që mund ta keni pak me frikë. Por në këto momente kemi hyrje në jetën tonë të shumë mundësive. Një prej tyre, që është mundësia më e rëndësishme ose dëshira më e rëndësishme që mund të ketë njeriu, është edhe hyrja e partnerit të përshtatshëm për ne, dhe kjo është pikërisht një nga temat që mund të realizohet gjatë këtij eklipsi të hënës. Detyrimisht që të fillojmë lidhje kur kemi një retrograd të një planeti personal, siç është Merkuri, nuk këshillohet sepse këto lidhje janë karmike, pra janë lidhje të cilat kanë ardhur në jetën tonë për të na dhënë një mësim të caktuar, por mund t'i njohim njerëzit dhe të fillojmë lidhjen pasi të ketë marrë retrograda. Në lidhje me shëndetin, duke qenë se kemi shumë të prekur ose janë sëmundjet të cilat ose infeksionet janë shumë të përhapura nga ky eklips i hënës, dhe ju në përgjithësi sistemin imunitar e keni më të ndjeshëm se të gjitha shenjat e tjera, pak më tepër që preken edhe këmbët, që thash në fillim, dhe pjesa juaj më delikate janë këmbët, do t'i këshilloj që t'jeni shumë herë më të kujdesshëm se sa zakonisht. Për të gjitha vendet publike ku duhet të përdor shapka, pra siç e thash të sauna në palestrat e tjera, patjetër do t'ju këshilloja të mos esni zballur për të përdorur shapka, sepse jeni shumë më të prekur se të gjitha shenjat e tjera në lidhje me këto tematikë. Eklipsi i hënës është vërtet shumë i rëndësishëm. Është vërtet shumë i rëndësishëm, e thash që është një cikël që për ripërsërit të gjitha tematikat që kanë qenë në vitin 2007, janë pothuajse të gjitha tematikat do të ripërsëriten edhe tani, prandaj mundoni të kujtoni se çfarë keni kaluar në atë periudhë, në mënyrë që të mos jeni të detyruar që të merrni të njëjtat mësime që morët atëherë, pra të mundoni të mos bëni të njëjtat gabime që bët atëherë, kjo është ideja. Është më pozitiv, dhe ndikimi negativ që ka është vetvetiu sepse është tek shenja e Virgjëreshës, dhe kur kemi eklipse, domethënë tek shenja e Virgjëreshës, gjithmonë kemi shpërndarjen e sëmundjeve që janë infektive, domethënë kemi shpërndarjen e infeksioneve. Por domethënë kemi mundësi dhe që të i kalojmë, t'ja anashkalojmë madje, sepse kemi mbrojtje vërtet shumë të madhe. Në përgjithësi ky eklips nuk mund të them që është shumë negativ, pra.
pavarësisht se është eklips, dhe thash. Pavarësisht se që jetë shmenden kur është eklips, por në këtë rast vërtet që nuk mund të them që është shumë negativ, sepse ka shumë mbrojtje në hartë. Okay. Shumë faleminderit që morët pjesë dhe shumë faleminderit që më dëgjoni, që keni durime dhe ju të më dëgjoni. Dhe përses këtë video më të gjeni nesër te kanali im i YouTube-it. Ok, pra, ndërkohë që për parashikimet periodike keni te kanali i YouTube-it, mund të ndiqni që aty. Faleminderit dhe natën e mirë. Natën.